Në raportin tuaj thuhet se keni marrë në total thjesht 8 audio, dosje me audio, që është më pak se 3%. Përgjigje, s'kam bërë llogarit, po në rregull. Pyetje, po, kështu mund t'jetë, përgjigje po. Pyetje, pra, përveç nëse ka dhe dosje të tjera audio që keni marrë dhe i keni dëgjuar, por si keni shënuar në raportin tuaj, atëherë bie që ju nuk dini asgjë lidhur me 97% e mbetur të dosjeve audio në këtë çështje gjyqësore. A mund ta themi këtë? Përgjigje po. Këto material kam pasur në dispozicion dhe më është thënë që këto materiale ishin përfaqësuese. Unë nuk kam parë materiale tjera, kështu që përfundimet e mia i kam mbështetur në këto 2 vizita. Ju thoni që në transkript ka shumë komente kontekstuale, mes të cilave edhe komente lidhur me zhurmën e letrave, zhurmë letrash. Përgjigje, unë e kuptoj ku është keq kuptimi. Unë këtu kam dashur t'i referohem që kam thënë mund të ketë pasur zhurmë që është kthimi i faqeve apo zhurmë letrash, por ka qenë e paqartë nga ta din këta personat që ktheheshin faqet, ktheheshin fletët. Si e ka ndaluar këtë gjë? Pyetje. Pra, ju thoni që nuk mund të transkriptohet tingulli si tingulli kthimit të fletëve. Përgjigje. Është çështja tek terminologjia që disa tingull janë objektivisht të transkriptueshme të tjerë jo. Mendoj që është vështirë të kuptohet se çfarë vërtet mund të transkriptohet në mënyrë objektive nga një audio. Koncepti në vetvete është i vështirë. Pyetje, po ju jeni personi që keni thënë këtu fjalë objektivisht i transkriptueshëm. Tani vetë ju s'po kuptoni terminologjinë tuaj? Përgjigje, kam thënë, shkon përtej asaj që është objektivisht e transkriptueshme. Nuk kam thënë që është objektivisht e transkriptueshme. Pyetje. Ju e keni problem vetë termin që keni përdorur objektivisht e transkriptueshme në raportin tuaj? Përgjigje, jo, nuk jam kundër kësaj që kam thënë. Nuk po e hedh poshtë këtë që kam thënë. A mendoni që një transkriptuar i ZPS-s e ka shënuar siç duhet në transkript tingullin e zhurmës së letrës, siç e kanë dëgjuar? Mendoni se kanë qenë objektiv? Përgjigje po.